Në kuadër të ditës ndërkombëtare të punëtorëve ka reaguar edhe zyrtarët e politikës. Presidenti Bajram Begaj ju drejtua me një mesazh urimi të gjithë qytetarëve shqiptar që siç u shpreh ai, jetojnë e punojnë me punë të ndershme. Përmes një kartoline në profilin zyrtar në rrjetet sociale, kreu i shtetit uroi punëtorët për një maj, duke nderuar dinjitetin e punës dhe në veçanti profesionet e vështira. Presidenti Bajram Begaj shprehu ndaj tyre falënderim për kontributin që japin në ekonominë e vendit tonë. Urimet më të mira për këtë një maj, për të gjithë njerëzit e punës. Sot ne do të nderojmë punën e vështirë të ndershme dhe për kushtimin ndaj saj, nderojmë me dinjitet punën dhe kontributin që punëtorët kanë në ekonominë shqiptare, ka thënë Begaj në postimin e tij në Facebook. Gjithashtu, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, përcolli një mesazh urimi për të gjithë qytetarët. Përmes postimit të tij, Gonxha shprehu se kjo ditë është për të gjithë njerëzit që punojnë pa rreshtur për një të ardhme sa më të mirë për vendin tonë.